Po, jemi rikthyer në studio, folëm se i takon të gjithë proceseve që janë ndërmarrë për reformën e reformave të cilat kanë nisur nga Partia Socialiste, Partia Demokratike, propozimeve, diskutimeve që janë duke u zhvilluar në skenën politike. Ndërkohë, mes të tjerash, Partia Demokratike ka njoftuar dhe ka lajmëruar që në 10 shkurt do ketë një protestë kombëtare. Unë gjej rastin një pyetje të zotin Bozdo sa i takon të gjitha skenareve që janë duke u përgatitur për këtë datë. Çfarë do të kemi më 11 shkurt, zoti Bozdo? Do kemi një qeveri teknike, nisjen ose themi rrugtimin e asaj që thot Partia Demokratike, kauzës së madhe, qeveri teknike dhe zgjedhjet e ligjit. Ajo është kauza e madhe. Ajo është kauza e madhe që unë besoj i shërben Shqipërisë. Me këdo që të flasësh, qoftë edhe me qënëse emisioni quhet off record, po. Qoftë edhe me socialist. Prandaj kemi vendosur se synojmë që të gjejmë sinqeritetin e off the record. Ne kemi mbritur në një pikë të historisë tonë ku është e kotë që të tallemi më me njëri tjetrin dhe themi gjëra që nuk qëndrojnë më. Sepse vërtet Shqipëria është në një çast, është në një situatë shumë kritike. Ngado që ta shikosh, ngado që ta marrësh, kemi përballë një situatë vërtet shumë kritike. Por unë besoj ajo që Nyja Gordiane, që ka kontribuar shumë që Shqipëria ka ardhur këtu, ka qenë eksaktësisht një zgjedhje, tani të them të lira dhe të ndershme, po zgjedhje të cilat pavarësisht të metave mund të pranohen nga të gjitha palët dhe mund të cilësohen si të tilla, si të barabarta të paktën, se të lira dhe të ndershme, fjalë shumë e madhe në Shqipëri, edhe nga arbitrit që janë arbitra ndërkombëtar. Sepse jo më kot zgjedhjet mbajnë një herë në 4 vite, janë i vetmi instrument shoqëror për të shfryrë presionin. Që presionin që akumulohet. Te protesta zoti. Prisim. Te protesta patjetër. Tani, mendojmë që Shqipëria meriton një qeveri e cila quheni teknike, quheni kujdestare, si doni. E meriton, si do rrihet. Në të gjitha mënyrat. Në të gjitha mënyrat. Me protesta, me qëndrime, me të gjitha mënyrat. Me protestën e 3, me protestën e 5, me protestën e 55, derisa ndryshimi të vi. Derisa tani ose ndryshimi të vi ose qytetarët mos vinë më, se mund edhe të mos vinë qytetarët. Unë nuk besoj që është çasti që diskutojmë mund mos vinë qytetarët. Unë besoj që duhet t'i heqim frikën qytetarëve që dalin në shesh. Se shumica e tyre që nuk dalin janë të friksuar. Dhe nuk është çështja, ta dini, është çështje frike. Sepse po i fotografuan siç ka ndodhur, po i përgjuan siç ka ndodhur, rrezikojnë bukën e gojës, vendin e punës të fëmijëve të tyre. Kjo ka ndodhur minimalisht në 4 vitet e fundit, vazhdon të ndodhi me intensitet shumë të lartë. Kjo është e vërteta. Tani, kjo historia, pse s'dalin si dalin e tjerë, duhem parë kushtet pse dalin si dalin. Unë di të them që Partia Demokratike ka një detyrim moral, edhe ligjor po të doni, jo të lishmërisë të ligjit, detyrim ligjor, po të lishmërisë pozicionit saj, për ta nxitur këtë gjë, për t'i thirrur njerëzit në protestë. Sepse më normali fare do kishte qenë që njerëzit vetë të dilnin atje. Nuk ka nevojë për parti politike për të diskutuar, për të rebeluar kundër një korrupsioni kur ajo qëndron në detyrë ajo. Ajo është duke prishur provat. Belinda Balluku, ndërsa flasim, është duke prishur provat. Po i prish provat, e tha, nuk e thot Eno Bozdo, profesuesi i PD-s. E tha prokurori i Spakut, ai që ka çështjen, që po ndej me çështjen. E tha me ligjëra të drejtë, është duke prishur provat. Me një firmë ka avulluar 50 milionë euro. Si do jetë protesta, zoti Bozdo? Po si do jetë protesta, domethënë ta dinë qytetarët që për sa duhet të përgatitur për një ECA vajtje ardhja, apo duhet të ketë qendres, sepse kolegët tuaj thonë që duhet të rrimë me ditë të tëra aty për t'u imponuar qeverisë, pra për të patur një jetë gjatësi, jo një marshim që shkojmë dhe ikim në shtëpi, si ato që kemi parë më përpara. Pra, duhet të dimë të jemi të qartë për këtë. Nuk ka një protestë që e zgjidh këtë situatë me një goditje të rënd, të vetme. Tani këtu duhet të jemi të ndershëm. Pra brenda këtij kilometrit fundit janë disa goditje, thonë ju. Patjetër, mund të jenë disa, mund të jenë më shumë se sa disa, mund të vijë edhe me goditjen e radhës, por kjo nuk është kjo çështje. Nuk dihet se kur vjen, thonë. Domethënë ka një datë. Tani, hajde bëjmë diskutim siç duhet. Domethënë nuk e di ku synoni me pyetjet që po më bëni, si do të jetë skenari e tjerë. Jo, që ta kuptoj. Gjithmonë njëta pyetje, po ç'a ka për të kuptuar? Po sepse rriten shumë pritshmëri zoti Bozdo, edhe duket sikur hajde ta përmbysim këtë rrallë dhe njerëzit ikin të zhgënjur në shtëpitë e tyre. Ata që dalin, ikin të zhgënjur. Bozdo, ikin të zhgënjur dhe nuk vinë më. Kjo protestë. Unë njoh shumë demokratë të cilët nuk vinë më vetëm për kësaj. Po si kam gabim, unë njoh njerëz, unë një demokrat
Zoti Bozdo, po e u them juve, kam sjell në Tiranë për 5 vite rresht vetëm për një gjyq që vinte çdo muaj raportonte në gjykatë, vetëm se Partia Demokratike nuk i vendosi një avokat. Tani mos i hyj kësaj. Dhe fajin e ka Saliu, ë? Jo, nuk e ka fajin Saliu. Dakor. Tani lëreni këto. Këto janë anekdota, mos tregoni këto gjëra. Unë tregoj emrin kur të mbaroj emisionin. Dakor, se nuk i vendosin në studio. Dakor, në rregull. Tani mos e banalizoni nivelin e diskutimit, ju lutem, se është turp. Jo, po unë që kam 5 vjet në Tiranë. Shumë mirë, bravo ju qoftë, keni bërë gjën më të mirë.